Bëhet gati për të nisur pjesa e dytë në stadionin Andolapa të qytetit Saranës midis Butrindit dhe Tomorit. Pjesa parë mbyllur me shifrat 1-0, vendos goli i minutës së 13 nga futbollisti Fabrizio Çulli dhe pikërisht pjesa parë u mbyll vetëm me një gol. Pikërisht në udhëheqjen e skuadrës së Butrindit, ndërkohë që pjesa e dytë me sa duket nuk do të ketë asnjë zëvendësim nga dy trajnerët, ndërkohë që siç jep edhe rreshtet e shiut të cilat shoqërojnë këtë pjesë të dytë në stadionin Andolapa. Butrindi 1, Tomori 0, pjesa e parë e mbyllur pothuajse me lojë deri diku të barabartë, vendos vetëm një gol. Ai minus 13 nga ana e futbollistit Çulli, Fabrizio Çulli. Gati dhe marrë dhe sinjalizimin e gjyqtarit Ermal Gryka. Kujtojmë që këtë ndeshje në stadionin Andolapa midis Butrindit dhe Tomorit e gjykon Ermal Gryka, asistenti i parë Orges Loci, të dy nga Fushkruja së bashku me profesorin Gryka, Renis Bukaj nga Lezhë dhe gjyqtari 4 Potosuraku Olsi Terate. Ka nisur pjesa e dytë. Kumani në gjëja atje futbollisti me Hasan, largon Mjahmir Ibrahim. Kolonja e ul Mjahmir Kango. Sërish Kolonja ka gabuar në marrjen e atij topi. E ul futbollisti Hasan pas top gjatë i Alessio Kolonjës, por është Çaço dhe numri 21 autori i golit Fabrizio Çulli ka një vënë ansore. I takon Butrindit dhe shprehur për herë të fundit nga mbrojtësi veteran. Shprehur për herë të fundit nga mbrojtësi veteran i Tomorit, kapiteni Ervis Çaço. Derata si i cili për shumë sezonesh në ngjyrat e Tomorit. Shohim, Simi në shtyllën e dytë largon pikërisht numri 14 Buda. Ka unë tjetër goditje nga këndi, të ku vetë Alessio Kolonja. Kostimi në gjysëm lartësi, largon Hasan pas Arbri e do të shmangë Silvën. Kthej Dion Arbi, ka qenë Zoga i cili ka fituar. Çaço nuk arrin ngene e zotron Silva në krahun tjetër. Fabrizio Çulli, autori i golit në pjesën e parë minutën e 13. Rivënia ansore ka sërish Çaço me topin në përduar. E ul Zoga, e merr gjata, ka qenë Buda dhe jo Zoga. Rivënia ansore dhe sërish i njëjti futbollist Ervis Çaço. Gjatë Buda, largohet nga Ibrahim topi, vitin të Cordoba Palacios. Fabrizio Çulli e ka marrë numri 20, Joel Vrapi. Kumani. Topi ka buar e zotron Nelson Pius, i cili e lënë në rivënien fundore. Topi i cili është në këmbët e mbrojtësit Ibrahim. Boateng kthem mbrapa me City. Edhe një Boateng.
Rivënia Ansore. Shojmë Gjata, e ka marrë mjaft mirë Elio Gjata. Në drejtim të Córdoba Palacios, në kan tjetër Alessio Cologna. Ka dalë mjaft mirë topi Silvës, pranti Sali Kumani, Silva. Simi vjerë të zonë, pikërisht nuk arrin të shfrytëzoj Córdoba Palacio. Zoga. Ismjaf mirë Gresil Zoga. Shojmë është me forcësash duhet rivënie fundore. Abduli arritu ta marrë momentin e parë. Palacio, por ishte më pas e kanë humbur Çaço. Ka shqetësimin e Elio Gjatës, Elvis Çaço rrotullohet dhe kthehet mbrapa topi tek Sali Kumani. Akoma mbrapa Boateng. Tjetër Rivënia Ansore dhe sërish për Tomori. Shojmë Cologna dhe nuk ka asgjë, vetëm goditje nga këndi. Boateng dhe Cologna rrëzohet ky fundit, por Boateng ka larguar topin. Hil dëmtuar dhe Cologna dhe Boateng. Ku që shojmë usimi në shtyllën e dytë, dele portieri me City, më pas të Çaço i cili largon. E Kango e ka topin në përduar. Gjata. Autori goli Çulli, pas është Donu Çaço. Kumani
Ka pekur Benjamin Gene. Qacho i spostuar në mesfush. Simi dhe sa ka pitur Pires Ndreca, por shtylla i cili mohon një Eurogol futbollisti me numër 10. Kresil Zoga. Çfarë ka arritur të bëj edhe goditje me t'jashmen. Butrindi me fat në këto momente. E topi goditur nga Zoga, shkon në shtyll. Kalon gjithë pasyrën e portës. Pas shkon drejt e në shtyll. Shojmë Ndreca, e ka sërish në duar topin. Rivënia Sore takon Butrindit. Gjata. Pius këtë edhe një Gjata. Gjatë në drejtim të Kolonjës. Këto dueli në momentin e parë, por jo në dytin. Asa ishte Ngene. Buda. I ka ndryrë Sandi Çulli. Rivënia Sore i takon skuadrës Butrindit. Autori i golit Fabrizio Çulli. Zoga. Rivënia Ansore. Boaten e ka marrë Cordova Palacio në kam tjera fërët Alessio Cologna me forcë të sash duhet ajto, por e mbrin fare pranë flamurit të këndit. Kthetori mbrapa Ekango Silva. Dhe njëra Ekango Cologna ka shmangur fillimisht Shqipërinë lojtare, por jo të dytin. Rivënia Sore. Qa goditje Gjilardinjo Avdulit. Shkun Rivënia fundore. Seti ditur ta largoj më pas Sandi Çulli. Dohnu largon Ibrahim. Ka marrë Kango në krahun tjetër. Ka shkitur
Silva. Dhe në krahun tjetër Çaço. Pranti Gjata e ka prekur Gjata dhe rivënë ansore. Palacio top në drejtim të Alessio Kolonjës, ka ndrystim me numër 20 Vrapi, Kolonja ka ndryshuar shpejtësie me numër 20 Vrapi. Shohim është larguar nga Boateng. Kumani, Donu, Kumani edhe njërë Boateng. Buda, Sali Kumani. Çaço. Kumani edhe një Çaço. Gene, goditje realizon Benjamin Gene. Barazuar shifrat në stadiumin Andolapa, një Eurogol i Benjamin Gene. Gol spektakolar i tij. Nuk arrim ta largojmë gojtja e Butrinit, por çfarë goli Benjamin Gene. I shojtari i Orikumit dhe i Bylisit. Në pronësi të Bylisit, pikërisht Benjamin Gene. Në zonë Gene, Pius, lëviz mjaft mirë. Kolonja gjëna mirë gabuar një prej lojtarëve të Tomurit. Palacio arrin në Ibrahim. Donu, lëviz mjaft mirë Kolonja, e ka prekur me duar dhe ka goditje dënimi. Ka goditje dënimi. Ndërkohë që numri 8 Ngene ka një karton. Është tjetër i vënë fundore i të kohë portierit me City. Ai Eurogol. Shojmë Çaço, shprehur topi nga
Fabrizio Çulli, arrivën anësore. Ka drejt olla. O kalan. Ka bërë stërviti. Shojmë është me City larguar në drejtim të Zogës e Kango. Keni letin atje më nuk bajni më nani me leti. O leti. Pius e Kango vis mjap mirë e Kango munde. Po ku jam olla? Ja, bon marrin e topit Silva më pas në drejtim të Córdoba Palacios është Çaço i cili e kthen mbrapa. Boateng. Njërë Hasan. Shojrësimi të duart e portieri Kreshim Dreca. Pius e marrë sërish munde. Dhe është shtylla dhe më pas skuadra e Tomorit realizon dhe duket se është numri 16 Kleidion Arbri. Është pikërisht kështu. Kleidion Arbri, ai i cili përmbys rezultatin. E çuditshme, por është e vërtet. Shiva përmbysën në stadionin në Lapa, Butrini 1, Tomori 2. Trindi pëson golin e dytë, pas atëherë golit të futbollistit Ngene, ka realizuar golin e dytë. Janë të futbollistit Arbri. Minutën e 67 e cila nisë në këto momente. Shifrat janë Butrini 1, Tomori 2. Shojmë Kosimi është penas sonës, pas e shargojnë nga një prej lojtarëve të Tomorit. Kolonja nuk i ka dalë ai top, e ka rëmbyer Joel Vrapi. Autori i golit të dytë futbollisti Arbri. Topi i cili fillimisht u plas në shtyllë dhe më pas Arbri përfiton atë goditje. Abduli të është mjaft mirë në drejtim të Córdoba Palacios. Largohet sërish topi nga kapiteni Çaço. Dreca në krahun tjetër në drejtim të Gilardino Abduli dhe Boateng i cili pas Çaço cili kthet topi dek duar e portierit me City. Përgjati ti në drejtim të sulmuesit Buda. Shojmë është e Kango dhe autori golit të dytë për Tomorin. Ska arritur Kleidion Arbri. Pas të trojë ka rivënja nësore.
Tjetër, ndërhyrje e gabuar. Radh duke se është numri 14 Buda. Bravo, Taga, bravo. Me qëtë kjo djena arbri ka unë tjetër Artani Çani duket se diçka kërkon të ndryshoj pasi janë 4 futbollistë në zeje. Ku që është Palacio, ka rivëria nësore, larguar Çaço. Tjetër rivëria nësore, sërish që takon Butrindit. Gati Kristi Basha dhe futbollisti Camilo Mendoza. Ndoshta Ibrahim. Dhe Silva. Shohem Çolli. Ka goditje dënimi. Pse topin zotrimin e futbollistit të Butrindit. Ishte Gjata i cili kishte topin në zotrim. Kryesori Ermal Gryka akordon goditje dënimi duke të prerë kështu aksionin. Gati Camilo dhe Kristi Basha. Do të shohim Ibrahim dhe ndoshta njëri prej sulmuesve. Do të shihet cili është plani dhe kam përshtypjen se do të jetë Nelson Pius në bazë udhëzimeve të trajnerit Artan Çani. Do të jetë Pius. Shojmë. Shtyve. Në nivelin fundore e top. Do të shihet dhe topin në mbrojtjen e Tomorit Çaço, pas Buda, vjen me pranti Sandi Çulli Buda, thotë zonës së re precis bran zonës e John Silva i cili ka larguar. Largohet Nelson Pius në vend të tij Kristi Basha, ndërkohë që largohet futbollisti në numër 21, Fabrizio Çulli, autori golit të vetëm për Butrindin, në vend të tij Camilo Mendoza. Çaço me topin në vërduar. Në plan të parë. Shohim Gjata, sprinti i tij, Elio Gjata, top në drejtim të Munde. Forse sa është duar dhe rivënia nësore ka. Gene
Top cili shkon në këmbë të Ibrahim. Nuk arrin ta marrë siç duhet futbollisti Donu. Sandi Çulli. Gjata. Të ndritim dhe Kolonjës. E ka larguar Vrapi. Autori gol të dytë pikërisht sulmuesi Dion Arbri. E ka ndërhyrë dhe ka goditje dënimi. Nga 1-0 Butrindi në 1-2 shifrat në këto momente. Një përmbysje të shmendur në arkun gol 6 minutave skuadra të Morit. Shojmë zonë! Realizon! Pikërisht është ai! Gol i mrekullueshëm! Por do të çojmë Córdoba Palacio! Barazon me foka i kos zonës Córdoba Palacio! Një gol i mrekullueshëm për fiton sulmuesi. Barazim 2-2 në ndeshje të çmendur. Camilo Visnami Silva shmang dy futbollistë, goditje dënimi thotë Ermal Gryka. Çfarë bën sulmuesi Córdoba Palacio i ka gjetur vendin e dur trajneri Artan Meçani nga luta krau në sulmues pyk. Silva për gjatë shkon në drejtim dhe gjatës. Kapiteni Çaço me topin nëpër duar 2 në 2 shifra dhe njerë. Butrini 2, Tomori 2. Silva, Camilo, edhe njerë Silva, ka dhe pa njëra i se mos e kisha të dytin ai edhe protestohet për karton verdh për Kader Donu. Një ece ai top. Córdoba Palacios i ka tashmë topin zotërin. Ekran tjetër Alessio Cologna. Te takon vrapa Silva Junior. Postimi në drejtim të Camilo Mendozës. Tuli, por ka goditje dënimi. Boateng kthen brapa. Ngene e ka marrë një mi Camilo e Kango. Tjetër
Dëmtuar autori gol të dytë për skuadrën e Tomorit, sulmuesi Arbri. Mesiti Kolonja ka arritur po tenge, ka marrë nga Vin Silva. Shohim në kraun tjetër, Kolonja shmangur shohim topi gjatë, vrapi ka arritur të largojë. E njerë Butrindi 2, Tomori 2. Sandi Çulli. Gjata. Shojmë me Kango, ka duel shpejtësie, Kango. E do zonës së reptësisë, e Kango, do zonës. Shojmë Kordo Palacio, Silva, e Godinje! Edhe njerë, Silva Junior. Gjagje toka si topi kjerë, shkon vetëm nivel e fundore. Qarën vetë, Silva Junior. Kur 8 minutat e fundit luhen. Gol që gati Marino Lala në vend të Alessio Kolonjës. Që e ka kartonin e verdha, numri 8 Benjamin Genede. Jo, më të pari, e ka 13. E ka 13. Dalë jashtë veve Kolonja dhe në vëndët i
Marino Lala. Palacio. Ekspulsione ka Gjata. Është devijuar. Dhe është godije nga këndi. Dhe godije nga këndi. Minuta e 84, luhet 6 minuta. Simi në duar e portierit me City. Ibrahim. Ka në tjetër e Kango. Gjatë drejtim të Cordoba Palacios. Simi, sërish të është. Cordoba Palacio. Në bëllë zonës. Shojnë dhe Luma, Rines Kush. Një më pasë shojnë Silva. Silva! Ka rritu nga largoj, nga trojnë me këmbët e tyre. Lojtarët e Tomonit, por nuk përfiton skuadra Butrinit. Qarë ka humur Silva Junior. Gjata. Ka rivëni ansore. është Qarë ka humur Silva Junior, 2 raste. Arritë do të gjej shënjesën e dur. Camilo Abduli. Dhe pas Camilo lufton mjaf mirë. Camilo Mendoza. Dhe do të japë një top në drejtim të e Kango Munde. Top për rivënje fundore. Gati 2 zëndësime, trajneri Klodian Arbri. Minuta 86, nisë kronometrohet. Muça dhe Arza në fush. Do të shohim nëse do t'jetë Vrapi ai i cili do të lërë fush e lojës. Palacio, anvjes fundore. Munde. E të në ko që ka godje dënimi. I ka ndryrë numri 10 Zoga në vëndë ti numri 4 Muça. Dalë Lala në vëndë ti numri 15 Arza. Të qojmë qarë të cilë kjo goditje dënimi. Pagame që vinë ekskluzivisht të 2 faqet, kësë Butrini Saran dhe Saranda Web. Ka dalë futbolistimi nëmër 10 Kresil Zoga. Simi shtyllë 2 të shtyr topi me kok. Basha! Izdi Basha! Realiza Butrini. Po kjo është jo 5 të shmondur. 3 me dushimnat. 3 minutën e 87 diçka ka.
diçka ka, sepse asistenti duket të çmendur në stadiumin e Lapa Kristi Basha vjen pasi ndërtimin nuk vajti ky ndeshje radhazi, por ky gol është fantastik, një përmbysje e çmendur. Kjo në stadiumin e Lapa, Butrinti 3, Tomori 2, ka diçka ndoshta për të konfirmuar. Si Jep jatë verdhën, bravo. do tjetë karton i verdh për protest, dhe duke se është për portierin me City, ka karton verdh për protesta, dhe është pikë shu. E gjithë tifozeria në këmbë në këto minutat të fundit. Është kartoni kuq për Ervis Çaçon. Kartoni kuq për Ervis Çaçon. Protestat vazhdueshme ndaj protestat të vazhdueshme ndaj ansorit nga fushkruja Orges Loci. Butrindi përmbys shifra 3-2, një gol spektakolar i Kristi Bashës. Dhe kokë është pretenduar se topi ka kaluar vin fundore. Gjatë cilë mirojsi Orges Loci nuk sinjalizoi. Dhe më pas Basha, por kjo duket se ishte një gol për 6 pikë pasi është ndërkohë që gati veterani Ervis Çaço në fushën e lojës me karton të kuq. Me karton të kuq Ervis Çaço Beratasi. Arza Muça ka larguar i vëre ansore, shifra 3-2, 5 minuta shtesë, thot gjyqtari i 4, Olsit Verataj. Jetë Silva, në vendin numri 17. Numri 11, Córdoba Palacio në fushën e lojë. Numri 14 dhe Silva gjithashtu. Për Bashkë. E pa shtes, Córdoba Palacio, të gjithë e këmë. Kristi Basha realizohen minutën e 80 takimit. Silva. Ndërkohë që të gati të njës nga kjo rivën e fundore për portierin. Dreca Lala e ka ullur Camilo e kërë dhe ka mundet dhe realizot, por është pozicion dhe pa regull. Ka ngritur flamurin asistenti Orges Loci. E duket se është pozicion pa regull. Janë të kota protestat. Largon Sandi Qulli. Ibrahim. Camilo nuk e zotron topin, e ka marrë më pas. Bon Ibrahim dhuron këtë goditje nga këndi. E saluet minuta e 2 shtes në përfundim të saj, e treta nisë këto momente. Shifrat Butrindi 3 dhe Tomori Berati 2, një përmbysje të shmëndu nga 1-0 në 1-2. Dhe më pas nga 1-2 në 3-2, një përmbysje e Butrindit. Largonë një mirë, Sandi Qulli. Dhe duket se kjo është fest mi fest, por e kraun tjetër trajneri Artan dhe Çani.
Do të kujdes. Pasi ka lënë vijat kufizuese ku një trajner duhet të qëndroj. Dhe topi për zonës. Goço është larguar në rivënë asore. Gati sinjalizimi i Ermal Grykës për përfundimin e kësaj sfide, por çfarë emocionesh në stadiumin Ando Lapa. Largon Lala, dhe kjo është kërkuar, thjesht largojnë topat nga zona dhe tifozeria Sarandiote, e cila është e pranishme në stadiumin Ando Lapa, edhe pse në i ditë me shi. Dërgojnë që do t'jetë gati, sepse shikohet kronometri. E Kango, lëvisa mjaft mirë, është me i forë se sa është duhet aj top. Nuk e mbri, por nuk e mbri në... Ndërkohë që luaj thot dhe një është realizimi i Ermal Grykës, Putridi 3, Tomori 2, një ndeshje të çmendur. Nga 1-0 në 1-2, realizon dhe fillimisht për Putrindin. Autori golit ka qenë Fabrizio Çulli minutën e 13. Parazonte një Eurogol i Benjamigene. Përbys e shifrat futbollisti me numër 16, Arbri, dhe më pas ishte numër 11 Pirish Cordoba Palacio dhe Kristi Basha i jep 3 vikshin skuadrës së Putrindit. Nga 1-2 në 3-2 dhe këto janë shifrat përfundimtare të kësaj sfide. I japim fund transmitimin nga stadiumi Ando Lapa i qytetit Sarandës. Miq, me pamje të cilat vijnë ekskluzivisht në dy faqet KS Putrindi Sarandë, Saranda Web. Ne do të dëgjohemi për pak sepse do të jemi me trajnerin Artan Meçani, por ndoshta edhe me Bashën, i cili është do të kemi Kristi Bashën, por dhe trajneri Artan Meçani. Në intervistë bas një ndeshje të çmendur, ndërkohë që tifozeria e gjitha në kënd, ndoshta me lojtarët e Tomorit, por aty kush duket, Dherdi Çaço, i cili është të shkuar me karton të kuq për qafimi sor mes dy trajnerëve, Klodian Arbri dhe Artan Meçani, duket se gjithçka, duket një qëtësi, asgjë për të theksuar. Një ndeshje e cila është mbyllur, tashmë me shifrat përfundimtare, 3-2, nuk ka asgjë për të kamaruar gjithçka, ndërkohë që është shoqëruar trupa e gjyqtarëve me kryesorin Ermal Gryka, i cili duket se është i rrethuar. Gjithçka është mbyllur. Nuk ka asgjë dhe duket se mbyllet tu, futet dhe trupa e gjyqtarëve. Japin fund transmetimit nga stadiumi Ando Lapa, bashk Miru Gjofshi, një ndeshje vërtet të çmendur. Putrindi fiton me shifra 3-2, një gol diferencë, por një përmbysje e çmendur. Miq, e qenë pamje të drejt për drejta deri në këto momente, një ndeshje dhe një fest e çmendur. Pas pak me trajneri Artan Meçani, bashk Miru Gjofshi.